Ka një ndjenjë që shumë gra e njohin, ajo ngërç në stomak që nuk largohet, ajo parehati që shfaqet pa ndonjë arsye të dukshme. Gjithçka duket në rregull në sipërfaqe, por brenda diçka është e thyrë. Nuk ka prova, as mesazhe apo telefonata të dyshimta, por ka heshtje, një zbrazëti, një ndjenjë e brendshme që, sado që përpiqesh ta injorosh, të bërtet në momentet e vetmisë. Tradhtia rrallë fillon me një puthje. Ajo nis shumë më herët. Fillon kur ai nuk të shikon më në të njëjtën mënyrë, kur mirëmëngjesi i tij bëhet automatik, kur e qeshura që dikur ishte spontane tani duket si një skenë e stërvitur keq. Janë ato ndryshime të vogla ku shpirti fillon të ndjejë se diçka po shkëputet. Shpesh, një grua nuk ka nevojë të gjejë një bisedë të fshehtë për të ditur se diçka nuk është në rregull. Sepse përpara se të vijë tradhtia fizike, vjen braktisja emocionale. Dhe kjo braktisje ndihet. Është si të jesh me dikë që nuk është më aty. Është të shikosh në sytë e dikujt që e do dhe të kuptosh që nuk je më aty. Si një lule që ende ujitet, por nuk çel më. Carl Jung tha se njerëzit do të bëjnë gjithçka, sado absurde, për të shmangur përballjen me shpirtin e tyre. Dhe kështu fillojnë të tradhtojnë shumë burra kur nuk e përballojnë më pa kënaqësinë e brendshme, kërkojnë tek dikush tjetër atë që nuk dinë ta ndërtojnë në vete. Nuk është dashuri ajo që kërkojnë, është një lloj anestezie për zbrazëtinë e tyre. Dhe ti, si grua, e ndjen. Vëren si ai nuk të pyet më për ditën tënde, si përgjigjet e tij janë të shkurtra, të zbrazta, si nuk kontrollon më nëse ke arritur në shtëpi mirë, por ende pret që ti të kujdesesh për të si gjithmonë. Ajo asimetri emocionale është çarja e parë, shenja e parë se ti po jep më shumë se sa po merr. Dhe kur e përball ball për ball, qoftë edhe me një shikim apo një pyetje të butë, ai bëhet mbrojtës. Të thotë se po e tepron, se po bëhesh paranojake. Dhe aty fillon forma më e hollë e manipulimit kur intuita jote trajtohet si problem, në vend që të dëgjohet si një shenjë paralajmëruese. Ti nuk je e çmendur, je duke u zgjuar. A e ke vënë re se diçka në marrëdhënien tuaj nuk rezonon më si dikur? Dhe dhemb. Sigurisht që dhemb, sepse ti ende po investon në dashuri, ndërsa ai nuk po investon më as në të vërtetën. Tradhtia emocionale është një tradhti e heshtur. Është të jesh fizikisht prezent, por emocionalisht larg. Është braktisje që nuk lë shenja të dukshme, por të boshatis nga brenda, ditë pas dite. Dhe shumë herë, ata e fshehin mjeshtërisht. Përdorin stresin e punës, kam shumë në mendje, lodhjen. Por nuk është lodhje fizike, është distancë emocionale. Është shkëputje e maskuar si rutinë. Është mendja dhe zemra diku tjetër, ndërsa trupi mbetet aty. Është si të jetosh me një fantazm që ende ka emër. Dhe ti e ndjen, sepse intuita femërore nuk ka nevojë për prova konkrete kur shpirti tashmë po ndjen mungesën e dashurisë. Ka diçka në energji, në heshtje, në gjestet që mungojnë. Nuk ka më butësi. Nuk ka më intimitet. Vetëm një lloj shoqërie e detyruar që bëhet më e ftohtë çdo ditë, si një dhomë që dikur dukej si shtëpi, por tani është thjesht një vend për të fjetur. Dhe ja ku je, duke dyshuar tek vetja, duke dyshuar në atë që ndjen, duke kërkuar arsye për të justifikuar të pajustifikueshmen, duke u pyetur nëse ti je ajo që po dështon. Nuk je. Nuk po dështon perceptimi yt. Ajo që ka dështuar është lidhja që dikur ekzistonte dhe tani është thyer. Dhe askush nuk ka të drejtë të zhvlerësojë atë që po ndjen kaq fort. Kjo është faza më e vetmuar e një marrëdhënieje kur ende nuk ka tradhti të dukshme, por tashmë ekziston mungesa emocionale. Kur ende po lufton për diçka që ai ka hequr dorë prej kohësh. Kur kapesh pas kujtimeve sepse e tashmja nuk të mban më. Ti nuk je vetëm. Nuk je gabim që ndjen atë që ndjen. Je duke u ndërgjegjësuar. Po fillon të shohësh. Dhe edhe pse të shohësh dhemb, e vërteta është më çliruese se sa të jetosh një gënjeshtër. Sepse e vërteta, sado e dhimbshme, është gjithmonë më e butë se sa vetë mashtrimi. Një grua që dëgjon intuitën e saj fillon të ecë drejt së vërtetës së saj. Dhe e vërteta, sado e parehatshme, është gjithmonë hapi i parë drejt lirisë.
sepse askush nuk meriton të jetë i dashur për gjysmë. Askush nuk meriton të lypë vëmendje, praninë, dashurinë apo respektin. Besoje atë që ndjen, sepse nëse diçka nuk vibron më me dashuri, ndoshta nuk është më dashuri. Tradhtia nuk fillon me dy trupa mbi njëri tjetrin. Fillon kur ai mbyllet emocionalisht dhe kalon në autopilot. Kur qëndron me ty, por nuk është më vërtet aty. Kur në vend që të bisedoj, të përgjigjet. Kur në vend që të dëgjoj, të tund kokën. Kur në vend që të shoh, të shikon pa të parë vërtet. Dhe ti e ndjen atë errësim emocional sikur dritat janë fikur pa pritur në shtëpinë ku dikur jetonte dashuria. Shumë besojnë se tradhtia është rezultati një rasti të papritur apo një momenti dobësie, por e vërteta është se ajo zakonisht është një proces, një kalbje e ngadalt e brendshme që fillon me një shkëputje të heshtur, me vendimin emocional për të mos të zgjedhur më çdo ditë. Është një braktisje e ngadalt, pothuajse e padukshme, që nuk bën zhurmë por shkakton dhimbje të thellë. Carl Jung fliste për konceptin e hijes, gjithçka që mohojmë tek vetja, çfarë shtypim dhe nuk duam të përballemi me të. Dhe kur një burr nuk merr përgjegjësi për hijen e tij, për zbrazëtinë, mërzinë apo frustrimin e tij, në vend që të përballet me të brenda vetes, ai e projekton jashtë. Fillon të kërkojë atë që mendon se i mungon, pa e kuptuar se ajo që i mungon nuk është një grua tjetër, është vetja e tij. Sepse një njeri që nuk e ka njohur veten, do të humbas pashmangshëm tek të tjerët. Tradhtia fillon kur nuk ka më guxim të thotë që diçka është prishur, kur preferon të vazhdojë rolin në vend që të përballet me të vërtetën, kur qëndron për inercie ndërsa shpirti i tij tashmë po kërkon një dalje. Dhe problemi nuk është vetëm që ai largohet, por se shpesh përpiqet të ruajë pamjen e jashtme. Sillet sikur gjithçka është në rregull, por nuk ka ndjenja në gjestet e tij. Është sikur jeton në autopilot me një buzëqeshje të zbehur dhe një shikim të zbrazët. Fillon të flasë më pak ose flet njësoj por pa shpirt. Nuk të shikon më njësoj, nuk ndan më mendimet apo ëndrat. Të duart e tij janë fraza të ricikluara. Nuk ka më risit, as kuriozitetin, as praninë e vërtetë. Ai të përgjigjet ndërsa shikon telefonin. Të dëgjon me një pjesë të veshit, por mendja i është diku tjetër. Dhe ti, sigurisht, e vëren. Ndihesh si një jehon. Je aty, por nuk je më rezonancë brenda ti. E kupton kur ai ndalon së qeshuri me ty, kur humori që dikur ishte i përbashkët venitet, kur spontaniteti shndërrohet në rutinë, kur kupton se je më e vetmuar me të, sesa kur je vërtet vetëm. Kjo është lloji më i dhimbshëm i tradhtisë, ai që nuk shihet, por ndihet çdo ditë. Është mungesa e shpirtit ndërkohë që trupi është ende aty. Është jam këtu që nuk do të thotë asgjë. Dhe vjen një pikë kur edhe kontakti fizik ndryshon. Nuk ka më përkëdhelje ose ka seks, por pa shpirt. Edhe kjo është një shenjë, sepse intimiteti nuk ka të bëjë vetëm me trupat, është shpreha më e pastër e lidhjes emocionale. Kur ajo lidhje thyet, edhe trupi e reflekton, ose të shmang fizikisht, ose vepron me një intensitet të çuditshëm që nuk përputhet si të përpiqet të mbulojë mungesën e dashurisë me shpërthime pasioni, si të përdor dëshirën si justifikim për të mos folur për atë që është thyer brenda tij. Dhe ndërkohë që e gjitha kjo po ndodh, ti je ende aty duke pritur që burri që do të kthehet, duke shpresuar për versionin e tij që dikur ishte më i pranishëm, më i përfshirë, më njerëzor. Por ajo version ka ikur sepse ai tashmë ka filluar një udhëtim drejt së jashtmes pa të thënë. Dhe edhe kjo është një formë tradhtie të largohesh pa paralajmërim, të braktisësh pa lamtumir, të zhdukesh pa u zhvendosur. Dhe ky udhëtim shpesh nis me gjëra të vogla, biseda me dikë që e lavdëron, shkëmbime të padëmshme në rrjete sociale, mesazhe që duken të parëndësishme, por kanë rëndësi sepse janë fillimi i një shkëputjeje të brendshme që nis të shfaqet jashtë. Sepse kur ai fillon të fshej gjëra, ka nisur tashmë të largohet nga marrëdhënia, edhe nëse trupi i tij ende fle pranë teje. Çdo sekret është një derë e mbyllur mes jush. Është e vështirë ta pranosh, por e domosdoshme.
sepse shumë gra humbin vite të jetës duke u përpjekur të ringjallin një lidhje që ka vdekur tashmë në shpirtin e partnerit të tyre. Ato këmbëngulin, përpiqen, justifikojnë, fajsojnë veten, por nuk e shohin që ai tashmë ka vendosur të largohet. I mungon vetëm guximi për ta thënë, sepse ta thuash do të thotë të marrësh përgjegjësi, dhe shumë prej tyre do të preferonin më mirë të bënin të ndihesh fajtore, sesa të përballeshin me frikën e tyre emocionale. Dhe këtu vetë mashtrimi bëhet armiku yt më i madh, sepse nuk do ta shohësh, sepse të dhemë shumë ta përballosh braktisjen e heshtur ballë për ballë, sepse ende shpreson se ai do të ndryshojë, se do të kthehet. Por ja ku është e vërteta kur një burr fillon të tradhtojë, e bën së pari në mendje dhe në energji. Trupi është vetëm pjesa e fundit që largohet. Tradhtia fillon në shpirt dhe përfundon në shtrat. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme që duhet të kuptosh, ti nuk je shkaku i tradhtisë së tij. Nuk ka rëndësi nëse nuk ishe perfekte. Nuk ka rëndësi nëse ke bërë gabime. Askush nuk ka të drejtë të tradhtoj besimin tënd vetëm sepse nuk di si të përballoj frustrimin e vet. Një burr emocionalisht i pjekur flet, merr përgjegjësi dhe përballet me ty me të vërtetën. Ai nuk ikën si frikacak në krahët e një tjetre ndërkohë që ti ende po i jep zemrën tënde të plotë. Tradhtia fillon në shpirt, sepse aty merret fillimisht vendimi për të mos qenë besnik emocionalisht. Sepse të jesh besnik nuk do të thotë thjesht të mos flesh me dikë tjetër. Të jesh besnik do të thotë të kujdesesh për lidhjen, të jesh prezent, të zgjedhësh ty, të komunikosh dhe të nderosh angazhimin emocional. Dhe kur ai ndalon së bëri këtë, tradhtia ka filluar tashmë, edhe nëse nuk ka ende një grua tjetër, edhe nëse ende fle pranë teje. Besnikëria e vërtet shihet në qëllim, jo vetëm në mungesën e provave fizike. Kështu që nëse ndjen se diçka është thyer, ka shumë mundësi që të jetë vërtet. Nëse ndihesh e vetmuar në marrëdhënie, ndoshta është sepse ai është larguar tashmë emocionalisht, dhe sa më shpejt ta pranosh këtë, aq më shpejt mund të vendosësh nëse do të presësh për thërrime apo do të mbledhësh dinjitetin tënd dhe do të zgjedhësh paqen tënde. Sepse nuk je lindur për të lypur dashuri, je lindur për ta jetuar atë plotësisht. Nuk është magji, nuk është paranoj, është perceptim. Trupi e ndjen përpara se mendja ta kuptojë. Dhe kur një burr fillon të jetë i pabesë emocionalisht apo fizikisht, ai lë gjurmë. Jo sepse do të kapet, por sepse energjinë nuk mund ta mbajë më gënjeshtrën. Ka modele, sjellje që përsëriten pothuajse në çdo rast, edhe nëse situatat ndryshojnë. Dhe nëse i vëren qartë pa romantizim, pa justifikime, do të shohësh se gjithçka ka qenë para syve të tu. Intuita jote të përshpërit atë që syt ende nuk janë gati të shohin, mungesën emocionale të maskuar si rutinë apo stres. Gjithçka fillon kur ai bëhet i munguar pa u larguar. Nuk të dëgjon më, nuk të kërkon më, nuk tregon më interes. Përgjigjet e tij bëhen të ftohta ose të shmangura, kam qenë shumë i lodhur, kam shumë punë, nuk jam në humor. Gjithmonë ka një justifikim, por e vërteta është që energjia e tij nuk është më me ty. Fillon të tërhiqet, nuk ndan më si ndihet, nuk të tregon më për ditën e tij, nuk të pyet si je. Fillon të trajtoj si shakurdëm, jo si partnere. Dhe kur përpiqesh të afrohesh, përplasesh me një mur të padukshëm. Ai bëhet një fantazmë emocionale që fshihet pas rutinës. Shtëpia duket e njëjtë, ushqimet shërbehen, por shpirti i marrëdhënies është zhdukur. Pastaj vijnë sekretet digjitale dhe sjellja mbrojtëse. Aty ku dikur e linte telefonin hapur, tani e ruan si pajisje bërthamore. Ndëron fjalëkalimin, e mban përmbys, e merr me vete në banjo. Nëse e pyet diçka të pafajshme si kush të shkroj, reagimi i tij është i tepruar, pse të intereson, po më kontrollon, je shumë xheloze. Dhe në atë mbrojtje të egzageruar është edhe rrëfimi, sepse kur nuk ka asgjë për të fshehur, nuk ka arsye për t'u zemëruar. Por kur fillon një bisedë paralele, kur zhvillohet një jetë emocionale e dyfish, fillon aktrimi. Ai të bën të ndihesh e pushtueshme vetëm sepse po ndjek intuitën tënde.
Madje mund të akuzoj se je e pasigurt, kur në realitet është ai që po shkel besimin. Dhe kjo është abuzim emocional kur dikush shtrembëron ndjenjat e tua vetëm për të shmangur përballjen me sjelljen e vet. Ndryshimet në intimitetin seksual shtrati nuk gënjen. Mund të bëhet i ftohtë ose, përkundrazi, çuditërisht intensiv. Të dyja ekstremet janë shenja. Disa burra, nga ndjenja faji, përpiqen të kompensojnë me seks të papritur, gati teatror si të përpiqen të mbysin tradhtinë e tyre të brendshme me pasion. Të tjerë thjesht shkëputen, nuk të prekin më, nuk të dëshirojnë, nuk të ndjejnë. Edhe mënyra si të prek ndryshon, bëhet mekanike, pa butësi, pa lidhje emocionale. Seks bëhet një transakcion i zbrazët, një mënyrë për të ruajtur fasadën, ose më keq, një akt që të bën të ndihesh më e vetmuar se kurrë, sepse nuk ka asgjë më shkatërruese se të prekin pa të ndjerë vërtet. Fillo me debate të panevojshme dhe konflikte pa kuptim. Ai nis të kërkojë arsye për t'u grindur për gjithçka, një fjalë, një gjest, një harresë e vogël. Çdo gjë kthehet në arsye për konflikt. Sepse i duhet një justifikim për t'u tërhequr, sepse i duhet të arsyetoj largimin e tij, sepse nëse të paraqet ty si fajtoren, mund ta bindë veten se ka të drejtë të kërkojë diçka më të mirë. Kjo quhet projekcion, të akuzon për atë që po bën vetë, të fajson për atë që nuk do ta pranojë tek vetja, të paraqet si toksiken, si dramatiken, si atë që nuk kupton kurrë. Dhe kështu, ndërsa ti lodhesh duke ruajtur paqen, ai ndërton një narrativ ku ti je problemi dhe ai është viktima. Madje mund të nisë të provokojë qëllimisht vetëm për të krijuar konflikt, sepse konflikti i vazhdueshëm i jep atij një justifikim të brendshëm për shkëputjen emocionale. Në vend që të përballet me tradhtinë e vet, preferon të portretizojë ty si një grua e padurueshme. Të heq nga planet e së ardhmes. Aty ku dikur fliste për udhëtime bashk, tani bën plane vetëm. Aty ku ishte ne, tani është vetëm unë. Nuk përmend më emrin tënd kur flet për të ardhmen, nuk të përfshin në vendime, nuk të sheh më në vizionin e tij afatgjallë. Dhe ti e ndjen. E sheh si dalë nga dalë zhdukesh nga ëndrat e tij. Qëllimet e përbashkëta zhduken, rruga e përbashkët shpërbëhet, nuk ka më biseda për të ardhmen. Dhe nëse e sjell në bisedë, ai e shmang, mërzitet, ose e kalon me nervozizëm, sepse në mendjen e tij, edhe nëse se ka thënë me fjalë, ti nuk je më pjesë e rrëfimit të tij. Fillon të ta kthej fajin dhe të manipuloj emocionalisht. Kjo është pjesa më mizore. Fillon të bëjë të ndihesh sikur je ti ajo që gabon për dyshimet që ke, sikur po imagjinon gjërat, sikur ti po e shkatëron lidhjen me pasiguritë e tua. Fillon të shtrembëroj perceptimin, të çarmatos me fraza si: pse gjithmonë mendon më të keqen, as pak s'më beson dot, ti je duke e shkatëruar këtë, je duke çmendur, dhe ngadalë intuita jote humbet zërin e saj. Nuk e di më a duhet t'u besosh ndjenjave të tua. Pyet veten nëse ndoshta po reagon tepër, hesht, dyshon, lodhesh. Dhe në atë heshtje, ai fiton terren, sepse ndërsa ti dyshon tek vetja, ai thellohet edhe më shumë në tradhtinë e vet. Dhe pjesa më e trishtueshme është se shumë gra përshtaten me abuzimin emocional, duke shpresuar se është i përkohshëm, duke shpresuar se ai do të rikthehet si dikur. Por ajo versioni i tij ka ikur. Intuita jote është radari i shpirtit tënd, dhe nëse diçka ndihet ndryshe, ka shumë gjasa që ashtu është. Nuk të duhet as fotografi, as mesazh, as dëshmitar, sepse tradhtia më e thellë nuk shihet me sy, ndihet me shpirt, në një trup që nuk vibron më njësoj, në një trishtim që shfaqet pa shkak, në një të qeshur që nuk vjen më natyrshëm, në një shikim bosh të një burri që dikur ndjehej si shtëpi dhe tani si huaj. Nëse ndonjë nga këto shenja është e pranishme, mos i injoro. Mos e normalizo atë që të dhem, mos e justifiko atë që të fik dritën. Besnikëria e vërtet është diçka që ndjehet dhe kur ajo mungon, edhe kjo ndjehet, sepse në fund të fundit, siç tha Carl Jung, ajo që e reziston, vazhdon të këmbëngull.
dhe të rezistosh të vërtetën që tashmë e di, vetëm e zgjat dhimbjen. Ka një moment në shumë marrëdhënie, kur nuk di më nëse po sheh realitetin apo po e imagjinon. Kur diçka thellë brenda te je vërtet, por gjithçka jashtë të thotë që po e egzageron, që po çmendesh, që ti je ajo që po i prish gjërat. Ky moment është epiqendra e manipulimit emocional. Është kur ai tashmë ka filluar të largohet por refuzon ta pranojë. Kur tashmë është shkëputur por nuk do të duket si ai i keqi. Atëherë çfarë bën? Ndërron pasqyrën, shtrembëron perceptimin tënd. Mbjell dyshime në zemrën tënde që të mos shohësh atë që thellë brenda vetes e di tashmë. Dhe e bën këtë me fraza të holla, por thellësisht shkatëruese si: ti po i imagjinon të gjitha. Gjithmonë mendon më të keqen për mua. Je bërë e pamundur për t'u folur. Po e egzageron. Je duke u përpjekur të më kontrollosh. Pak e nga pak, ajo që ishte intuit, kthehet në ankth. Ajo që ishte qartësi, bëhet mjegull, dhe ti fillon të kërkosh falje për ndjenjat e tua. Hesht për të shmangur sikletin. Fillon të fshesh emocionet si të ishin gabime. Ky lloj manipulimi ka një emër. Gaslighting. Është një formë abuzimi emocional ku ai të bën të dyshosh në realitetin tënd. Të bën të besosh se je iracionale kur në të vërtetë je intuitive. Është një shtrembërim psikologjik që të gërryen vetbesimin dhe të zbel zërin tënd të brendshëm. Dhe mënyra më e zakonshme si vepron është përmes shmangjes. Ai shmang bisedat, tërhiqet, shkëputet. Dhe kur ti e përball, ai përgjigjet me indiferencë, sarkazëm ose nervozizëm, kur me të vërtetën, kur me ndjeshmëri. Shembull, ti thua, ndjej që je i ftohtë me mua. Ai përgjigjet, ja ku fillon prap me dramën. Ti thua, më shqetëson si sillesh me atë grua. Ai thot, tani s'më lejohet as të flas me askënd. Ti thua, ndjehem e vetmuar. Ai përgjigjet, gjithmonë ankohet ti. Në këtë mënyrë, çdo herë që ti shpreh ndjenjat, ai e kthen në sulm. Çdo përpjekje për t'u afruar, ai e përball me ftohtësi ose tallje. Derisa ti mësosh të heshtësh. Derisa të mësosh të pranosh indiferencën si normale, derisa të fillosh të besosh që po ndoshta je shumë, por nuk je. Ti po ndjen, dhe kjo është e vlefshme, sepse askush nuk duhet të bëjë të ndihesh fajtore për ndjenjat e tua, për pyetjet që bën, për kërkimin e qartësisë. Carl Jung tha: askush nuk ndriçohet duke imagjinuar figura të dritës, por duke bërë të ndërgjegjshme errësirën. Dhe pikërisht këtë përpiqet të pengoj ky manipulim, që ti të bëhesh e vetëdijshme për errësirën që ai po krijon, që ta përballësh me të vërtetën. Për këtë arsye ai ka nevojë që ti të dyshosh. Për këtë arsye ka nevojë që ti të besosh se problemi je ti. Një tjetër taktikë e zakonshme është krahasimi i heshtur. Pa pritur, ai fillon të flasë për gra të tjera. Thot se dikush tjetër e kupton më mirë, e dëgjon pa e gjykuar. Dhe ai nuk e bën këtë për të hapur një bisedë të ndershme, e bën për të bërë të ndihesh e vogël, për të dobësuar vetbesimin, për të bërë të mendosh se nuk je më e mjaftueshme. Madje mund të luaj me pasiguritë e tua. Je bërë shumë e ndjeshme këto kohë. Ke ndryshuar. Nuk je më si dikur. Mos u bëj ashtu, ishte thjesht një shaka. Dhe kështu ti fillon të përshtatesh, fillon të ndryshosh për ta kënaqur, të fshesh ato që të shqetësojnë, të përpiqesh më shumë, të zvogëlohesh vetëm që të mos e humbasësh. Dhe pikërisht atëherë humbet edhe më shumë, dhe humbet edhe veten në këtë proces. Sepse manipulimi emocional nuk ka të bëjë me zgjidhje por me kontroll. Ka të bëjë me të bërë ty të përshtatesh me parehatinë e tij, të justifikosh gabimet e tij, të bëhesh më e vogël në mënyrë që ai të mos përballet me egon e vet. Dhe pjesa më e rrezikshme është se ai e bën shpesh me një qetësi të dukshme, pa bërtitje, pa dhunë, por ka gjeste, heshtje, qëndrime që të thyen nga brenda. Dhe ajo dhimbje është po aq reale, ose edhe më e madhe, sepse bëhet e padukshme për të gjithë, përveç se për ty. E di që diçka nuk shkon sepse nuk mund të flasësh pa u ndërprerë më.
Nuk mund të qash pa u ndjerë fajtore. Nuk mund të thuash, kjo më lëndon, pa dëgjuar, mos u bëj dramatike. Dhe nëse dikush të pyet, çfarë po ndodh, ndoshta nuk di si ta shpjegosh, sepse nuk ka një skenë të madhe, as prova, as dram të qartë, por ka një gërryrje të përditshme të vetvlerësimit tënd, një rënim të ngadaltë të sigurisë tënde emocionale. Dhe pyetja është deri kur do ta lejosh të vazhdoj kjo? Ti nuk je lindur për të dyshuar tek vetja. Nuk je lindur për të lypur vlerësim. Nuk je lindur për të heshtur intuitën tënde çdo herë që dikush nuk di si të dojë me ndershmëri. Nëse një burr nuk përballon një bisedë të pakëndshme, nuk është gati për një marrëdhënie të vërtetë. Nëse ai ka nevojë të manipulojë në vend që të marrë përgjegjësi, nuk është emocionalisht i pjekur. Nëse ai e kthen qartësinë tënde në një problem, atëherë ai është problemi. Mbaje mend këtë: dashuria e vërtetë nuk të bën të dyshosh në vlerën tënde. Dashuria e vërtetë nuk të hesht, nuk të zvogëlon, nuk të ngatëron. Nëse je në një marrëdhënie ku ndjen më shumë dyshim se sa qetësi, më shumë ankth se sa besim, më shumë frikë se sa dashuri, atëherë nuk është dashuri. Është varësi emocionale e ushqyer nga manipulimi. Sot është dita të rimarrësh zërin tënd, të besosh përsëri perceptimin tënd, të nderosh atë që ndjen, edhe nëse askush tjetër nuk e kupton, sepse ti e kupton, dhe kjo mjafton. Një grua e vetëdijshme nuk ka nevojë për prova fizike kur shpirti i saj e ka ndjerë tashmë braktisjen, sepse shpirti nuk gënjen. Ai thjesht lodhet duke u injoruar. Ka një pikë në çdo histori të dhimbshme, kur gruaja pushon së prituri, kur nuk kërkon më shpjegime, kur nuk ka më nevojë për prova. Thjesht zgjohet, dhe ai zgjim dhem, sepse nuk ka të bëjë vetëm me pranimin që ai nuk të do më si dikur. Ka të bëjë me pranimin se ke braktisur edhe veten, që qëndrove kur ai kishte ikur tashmë, që mbrojte një lidhje ku vetëm ti ishe ende e pranishme, por ajo dhimbje, sado e thellë, është e shenjtë, sepse shënon fillimin e rilindjes tënde. Të largohesh nga vetja nuk është egoizëm, është mbijetesë emocionale. Është të kuptosh se një lidhje ku duhet të lypësh vëmendje, të vërtetën, respektin nuk është dashuri, është varësi, është frikë e maskuar si shpresë. Dhe ti nuk je këtu për të jetuar nga frika. Ti je këtu për të mësuar të shikosh veten me të njëjtët sy që dikur shpresoi që ai do të shite. Të bëhesh gruaja që beson se është e vlefshme pa pasur nevojë të zgjidhet nga dikush tjetër. Të rimarrësh atë që ke dhënë pa kushte kohën, energjinë, butësinë tënde. Sepse nuk është faji yt që ke dashur, nuk është faji yt që ke besuar, por është përgjegjësia jote të shërohesh. Dhe për të shëruar duhet të lesh pas. Të lesh pas nuk është urrëtie, nuk është ndëshkim, nuk është mbyllje e zemrës. Të lesh pas është të thuash kuptoj, nuk kam më nevojë për prova, nuk dua më të justifikoj të pajustifikueshmen. Zgjedh veten. Dhe kjo, grua, është akti më i fuqishëm që mund të bësh. Carl Jung ka thënë: liria nuk vjen kur i ndryshojmë të tjerët, por kur ndalojmë së reaguari ndaj hijes së tyre. Dhe pikërisht këtë bën kur ndalon së kërkuari që dikush të vlerësoj. Ti po dil jashtë hijes emocionale të tij, por i merr dritën tënde. Intuita që ke injoruar për kaq kohë, tani bëhet busulla jote. Po ajo intuit që ai u përpoq ta hesh, që edhe ti vetë e mbyte, që gjithmonë e dinte, tani është udhërrëfyesja jote. Dhe nëse e dëgjon, ajo do të çojë përsëri drejt vetes, sepse nuk ke nevojë për prova fizike. Ti e ke parë tashmë mungesën e tij, e ke jetuar tashmë mospërfilljen e tij, e ke ndjer tashmë ftohtësinë e tij. Dhe kjo mjafton, sepse kur shpirti ndjen braktisjen nuk ka nevojë për më shumë. Tani është koha për të rindërtuar, për të ecur përsëri e vetme pa ndjerë se po humbet diçka. Sepse nuk po humbet, por i kuperon. Por i kuperon fuqinë tënde, dinjitetin tënd, zërin tënd. Ti je lodhur së lypuri atë që të takon me të drejtë dashuri të ndërsjell, qartësi, prani të vërtetë. Dhe po do të ketë ditë nostalgjie.
ditë kur do të mungojnë momentet e mira, ditë kur do të duash të besosh përsëri, por në ato ditë kujtoje veten pse ike, kujtoje si u ndjeve, kujtoje çfarë heshtje për hir të dashurisë, pastaj merr frymë dhe ec përpara, sepse një grua që është tradhtuar, nëse nuk thyet, transformohet. Bëhet ajo që nuk pranon më dashuri për gjysmë, që nuk justifikon më mungesat, që nuk ka më nevojë për aprovime, që nuk pret më. Një grua që ka mësuar të shohë me shpirtin e saj dhe që nuk ka më frikë të lërë dikë që e ka lënë prej kohësh. Dhe nëse një ditë dashuron përsëri dhe do të dashurosh, do të jetë nga një vend tjetër, nga një version i vetes që nuk ka më frikë të thollë. Kjo nuk mjafton, që di se paqja vlen më shumë se lidhja, që e di se dashuria për veten nuk duhet sakrifikuar për dashurinë e askujt. Prandaj sot, mos qaj për atë që nuk dinte si të kujdesej për ty. Qaj për veten për gjithçka që duroje, për gjithçka që shtyje, për gjithçka që meritoje e nuk more. Qaj dhe pastaj fshije fytyrën dhe ec përpara, sepse kjo histori nuk është më e ti, është e jotja. Dhe ti vendos si përfundon. Nuk je viktim, je një grua e zgjuar. Nuk je e vështirë për të dashur, ai thjesht nuk ishte gati të dashuronte me thellësinë që ti do. Nuk je e brish, je e fortë sepse ndjeve kaq shumë dhe përsëri nuk u ngurtësove. Dhe më e rëndësishmja, nuk je vetëm. Janë mira gra që po zgjohen si ti, që po dalin nga vetë mashtrimi, që po thyen zinxhirët e padukshëm, që po mësojnë të dëgjojnë veten, të besojnë veten, të rindërtohen. Sepse nuk mjafton më të mbijetosh. Sot është koha të jetosh me të vërtetën. Dhe të jetosh me të vërtetën do të thotë të lësh pas ata që nuk rezonojnë më me ty. Të mbyllësh cikle edhe nëse ende dhembin. Të besosh tek vetja edhe kur gjithçka rreth teje të thotë të dyshosh. Besoj. Besoj në intuitën time. Besoj në atë pëshpëritje të brendshme që thotë mjaft më. Besoj në rrugën time edhe kur është e pasigurt, sepse në fund çdo grua që zgjedh veten gjen dashurinë më të rëndësishme, atë që vjen nga brenda. Dhe për ta mbyllur, gdhende këtë në shpirtin tënd. Një grua e vetëdijshme nuk ka nevojë ta shohë tradhtinë me sytë e saj kur ajo e ka ndjer tashmë me shpirtin.